Hekurudha Tiranë-Rinas Durrës duhet të ishte mbyllur tashmë. Kush po e zvarrit përfundimin? Në shkurt të vitit 2021, Ministria gjatë ceremonisë së nënshkrimit të kontratës së linjës hekurudhore deklaroi se do të rehabilitohej brenda 30 muajsh. Vlera e zbatimit të projektit ishte përcaktuar 69.6 milion euro në total. Por ja ku jemi 5 vite më vonë. Fërshëllimat e trenave nuk po dëgjohen, ndërsa në stacion qëndrojnë ca vagona të ndryshkur. Kostot e saj janë rritur me gati 65%. Zyrtarisht, pensimet kanë shkuar tashmë në 110 milion euro. Linja hekurudhore Tiranë-Durrës pritet të shkurtojë 22 minuta udhëtimin mes dy qyteteve. Sipas ish-ministrës së infrastrukturës Belinda Balloku. Ky projekt parashikohet të shkurtonte 55 milion euro në vit për dëruesve aktual të automjeteve. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian dhe një kredi e marrë nga qeveria pranë Bankës Evropiane për ndërtimin e zhvillimit bersh, ndërsa tenderi u fitua nga kompania italiane INCSPA. Në fund të vitit të kaluar u shpall prokurimi i elektrifikimit të kësaj linje. Në gusht 2025 ishte hapur prokurimi i degësimit të hekurudhës që shkon në portin e ri. Konkretisht, Autoriteti Portual Durrës ka hapur një tender me vlerë afro 237 milion lekë për hartimin linja hekurudhore Porti Porto Romano Suks. Tenderi së zgjatet dhe nuk po arrin të kristalizojë kontratën. Nga një verifikim e fakteve, në rezulton se pas çdo shtyrjeje dhe vonese, ka një veprim korruptiv që synon fondet. Në tenderin e projektimit të degës së Porto Romanos është hija oligarkut Bashkim Ulaj, që reflektohet në vendimin e drejtorit të portit, Liburna Aliu, dhe të Komisionit të Prokurimit Publik. Kujtojmë se Aliu ish ministri i infrastrukturës në qeverinë Kurti 2, është emëruar vitin e kaluar në postin e drejtorit të portit të Durrësit. Kjo linjë e re hekurudhore me gjatësi 7879 metra do të jetë vetëm në funksion të transportit të mallrave dhe do të jetë pjesë integrale e hekurudhës Durrës-Tiranë, thuhet në dokumentin e tenderit. Kompanitë e interesuara për këtë tender duhet të dorëzonin ofertat deri më 8 shtator 2025. Në këtë moment, nisi loja për ta anashkaluar garën për fondin. Bëhet fjalë për tenderin me objekt projekti detajuar teknik linja hekurudhore Porti Porto Romano Suks. Pas shkeleve të konstatuara, procedura është shënuar nga Open Data me flamur të kuq, që sinjalizon riskun e korrupsionit. Dhe megjithëse ishin 5 pjesëmarrës, komisioni nuk ka zhvilluar kurrfarë gare. Operatori ekonomik Ilirian Consulting Engineers me pronar Olset Haxhiu u shpall fitues dhe pse kishte ofertën më të lartë se të tjerët. Oferta fituese është 22.500.000 lekë të reja dhe u shpall më 27 janar 2026, pas shumë manovrash mes zyrave në Durrës dhe në Tiranë. Njëri nga operatorët ekonomik BN Projekt ÇPK nuk ka paraqitur ofertë dhe as dokumentacion. Pra ndoshta është paraqitur formalisht sepse fituesi dihej, ndërkaq operatorët e tjerë CEC Group dhe Geo Consulting Co ÇPK, që kishin oferta më të ulta, janë skualifikuar nga gara. Ndërsa njëra prej kompanive që ka ofertë dukshë më të lartë se sa Olset Haxhiu, dyshohet se është me marrëveshje me të. Marrëdhënie me të. Kështu Nord Comat ÇPK me pronar Agostin Dodajn është partner biznesi me Haxhiun. Për shembull, në 27 prill 2018, Haxhiu dhe Dodaj kanë përfituar në bashkëpunim si joint venture tenderin mbi kthyer e rikonstruksion i sheshit publik parahyrës së portit F3 me vlerë afro 1 milion euro. Ndërkaq Olset Haxhiu, pronar dhe administratori i kompanisë Ilirian Consulting Engineers ÇPK, e ka marrë peng tenderin fal lidhjeve që ka me oligarkun Bashkim Ulaj, ku ka qenë më parë pjesë e stafit të tij. Pa nisur tenderi, Haxhiu ka nisur me letrat drejt KPP-s në Tiranë. Dihet se KPP është nën influencën e miqve të afërt të kryeministrit, përfshirë edhe oligarkun Ulaj. Ankesa e datës 8 shtator 2025 synonte pastrimin e tenderit nga kriteret që nuk e përmbushte studioja e Haxhiut. Ky ankohet se Autoriteti Portual ka vendosur kritere diskriminuese dhe jo proporcionale në lidhje me stafin teknik. Sidomos, kundërshtohej kërkesa për staf ndërkombëtar me profile specifike sepse kjo cënonte barazinë. Më 30 shtator 2025, KPP, e kryesuar nga nënkryetari Florent Skura, vendosi të urdhërojë Liburna Aliu që të modifikojë kriteret dhe siç jep dokumentin e tenderit në përshtatje me ofertën e Olset Haxhiut. Në mbledhjen e datës 13 tetor 2025, KPP verifikoi nëse ishte zbatuar urdhri dhe vendosi të heqë pezullimin mbi procedurën. Por nuk do të merrte fund këtu. Drejtori i portit Liburna Aliu e shtyu përfundimin e këtij tenderi për në vitin 2026.
Veprimet për shpangjen e konkurrencës e shpalljen fitues të klientit kanë zgjatur edhe disa muaj. Kompania Illyrian Consulting Engineers është themeluar në vitin 2006. Nga viti 2020 ka përfituar rreth 2 milionë euro nga buxheti i shtetit për shërbime projektimi, studimi dhe mbikëqyrje punimesh. Rreth 550.000 euro i ka përfituar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit me në krye Dritana Gollin. Edhe ky ka qenë punonjës i oligarkut Bashkim Ulaj. Bashkim Ulaj dhe Dritana Golli janë përfshirë në një skem korrupsioni flagrante. Drejtori i FSHZ ka firmosur tendra për kompaninë Gjener 2 të Bashkim Ulajt. Në kombim, Bashkim Ulaj u ka dhënë ambientet e kullat e tij në Tiranë familjarëve të Dritana Gollit, djalit dhe bashkëshortes për bizneset e tyre. Lidhja e oligarkut Bashkim Ulaj me Olset Haxhiun do të forcohet edhe më shumë në vitin 2023. Kur ky i fundit u bë aksioner i koncesionit Milot Thuman. Sipas dokumenteve, Haxhiu është ortak i dytë i G2 Blo. Shoqëria ka për objekt dhe qëllim të saj koncesionin partneritetin publik-privat për projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen, rehabilitimin dhe transferimin e segmentit rrugor Milot Thuman. Janë këto lidhjet që lëvizin fijet e padukshme dhe përcaktojnë fituesit e tenderave dhe që kanë zvarritur pafund projektin strategjik të ekurrudhës Tiranë-Durrës. Dhe fundi i ekurrudhës duket larg. Edhe pasi Olset Haxhiu është shpallur fituesi i tenderit nga Liburna Liu, vjen një ankesë tjetër. Në sistemin elektronik të KPP, më 23 shkurt 2026, ora 8 është regjistruar ankesa e kompanisë Olset Haxhiut për tenderin e projektit të ekurrudhës. Po tani ç'ndodhi? Pazari akoma nuk pas ka mbaruar?